Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë video pak më ndryshe nga që na mësu të u pa me njëri tjetrin. Tashi në këto momente në aeroport po pres mik për Shqipëri se kom ca super makina për t'i bëu video, për të bëu ca review. Do pëlqen shumë, kam përshtypjen se unë më zor pres për vete, shumë makina të mia. Te kjo video tashi që do shihni ju, në vazhdimi është java që kaloi. Ka qenë pak si tepër aktive, kam ble një 3 makina, kam ble karrel, kam shku në port, kam marrë makina që kam porosit nga jashtë që kisha kohë të prit. Unë tash jam të morë me editimin këtu, se normalisht të fluturime për Shqipëri na i shtynë, edhe jemi mësu tash që bëjmë ndaj punë edhe këtu në aeroport ndaj gjotë vogël. Edhe mos harroni me bëu subscribe edhe atë zilën, kështu që kur dalin videot tu vin direkt notification. Tash po le të ndiqni vazhdimin e kësaj javës që kaloi edhe shpresoj të pëlqejë, më tregoni në fund, më shkruani si u duk. Edhe cila nga makinat që kam marrë pëlqen më shumë. Tani jam rrugës për të shkuar me pa Range Rover edhe ka mundësi që ta blej. Do thoni ju çaj duhet ti budallajt edhe Range Roveri kishte ngel mangut, po Range Roverin po e blej për të kursy. E dini që po më vjen makina tashi, edhe keni morë edhe vesh fakt se kam thonë komente që është Cadillac CTS-V, edhe sa ka ardha nia në port, duhet me shku ma e marë. Me karot rec, shkonte një 500 pound me paguajt veç me ma sjell deri në shtëpi. Kështu që thash me menën time, më mirë po blej makinë, po blej edhe i trailer edhe shkoj e marr vetë nga porti. Edhe me këtë rast pastaj kam edhe makinë tjetër tu që është Timon Kratmarit i Kia, po besoj se e keni pa, po do e vej cop video ta shihni që është Kia Optima e 2013-s. E kam bler këtu në Angli, këtë në Ankant, me Timon Krat rregull, ka ardhur nga Amerika, po ka i problem me zinxhirin e motorit, edhe me këtë rast e morr dhatën karrotrecë që në Shqipëri e rregulloi edhe Kia në atje e shes. Pastaj ta shes edhe karrotrecin atje dhe Range Roverin, se s'kam që du, po për të kriju edhe pak më shumë edhe video, po e hy këtyne problemeve. Po shkoj ta shoh këtë Range Roverin, është Range Rover 2008-s, 3.6 naft V8, është autobiografik, kështu që është me goxha opsione, po ka milje se që thash ka çiksi shumë. Me shërbime thot kjo që ka historikun e makinës, gjitha shërbimet që i kanë bo, po ta shoh, jam 20 minuta larg, që ta shoh, po ma murë shimenën, do e marrë, pastaj do më shifni mera në Range Rover në qoftë se e kam marrë. Besoj merret vesh që e mora atë Range Roverin që u thash. Që duket në gjendje të mirë. Ka një 2 ditë që e kam marrë, vetëm rrugën e kthimit bona që eca një orë, se kam përdor më, po tani po shkoj marrë tjetër. Jo Range Rover, po do shkoj të marrë makinë tjetër, të lezetshme. Për kaq që kam vetë shumë e mirë, e rehatshme, është motori përgjigjet mirë. Ka milje pak si shumë, po janë bo shërbimet, ka i dosje plot me shërbime që janë bo. Edhe prandaj e mora më shumë, edhe pse kishte milje shumë. Deri tani shumë mirë duket, shumë punim, e rehatshme, motori punon tamam, s'bo tym. Nga që kishte shumë shërbime të bome, i kishte të bome gjitha. Edhe kameni ishte pas ndrruar, kishte i dosje aty plot me shërbime që janë bën ndër vite. Edhe pra ta ma mushi menën më shumë që ta marr, se kam gjetë tjera edhe më lirë se kjo me më pak milje. Po e kanë nga i hall. Po do e shohim te review që do bëj tamam, do e shohim më në detaje. Shohim edhe më këtë tjetrën që po shkoj, ajo është komplet gjë e kundërt me këtë, është makinë më e vogël, më sportive. Benzin, kjo është naftë të DV8, 3.6. Po ta shohim të vazhdimi i video sa do e ke morë edhe atë tjetër. Apo jo, sa vlen. Kjo tash është makina më e re, blerja më e fundit e kanalit ton. Erdha për ta pa, po zakonisht e kisha nda menën për ta blej që kur e pashte, sepse s'kisha plan fare, po vetëm për lek që janë hedhë dhe kjo makinë,
çka kanë modifikuar ja vlen të çmimi, është Stage 2 Octavia VRS 2006, 2 mish benzinë stok me 200 kuaj janë këto. Po kësaj është Stage 2, është bo intercooler, komplet intake kiti, Miltec exhaust, sendile sportive, janë bo gjitha gjonat. Edhe është një 300 kuaj plus tashi. Manuale, shumë e mirë, ja shifeni zhurmën. Vetëm backboxat ka tashi se kanë kalu në moti ati. Tashi këtë do qënë Shqipëri se është të mon ka të regullt, shive qa sendile shka. Vetëm sendilet bën një 500-600 pound, se cila 500-600 pound. Ti mullin sportiv, po di bëjmë review të mam edhe kësaj. Për son të bëjmë mjulli me kajq, ta marrë ta qënë shpi të bëjë siguracion kështu të shkurtër. Ta nemi rrugës të shku me marrë atë karelin, që të shkojt e porti pastaj, po nga ka fut në për ca fshatra e më largë, në fakt largë Londra, një 2 orë ca Northampton, me ca zona periferike atje, vetëm shu ferma paska. Pamja është e bukur, të këtej vetëm gjilbrim është, gjithanej, shumë bukur në fakt. Sa po e morëm edhe trailerin, e lidhëm karelin me makinën, edhe tashi do shkojmë direkt për port. E mora 3 akull, më mirë 3, besoj do e shes ma si ta qojnë Shqipëri, po, ja, kjo është, dejnë 2 tonë e 600 ma, tashi ta shojmë si të nga shkoj rruga, e kom lidhë tamam si që duhet. Sa kemi ardhë këtu të porti për të morë makinën, edhe fati imi keq, si që ndodhë shpesh herë, këto që e kanë shkarku, e kanë parku aty të veni ku duhet, po e kanë lonë me qelës mrena të myllme. Edhe dhe si s'hapen dyrt fare, a i ka ra bateria që ka, po s'hapen dyrt. Edhe kom gjetë njonin nga këtoj që hap brava makinash, edhe po pres dhije e mora në telefon, që ta hapim, ta nezim, edhe pasaj ta bi ta ngarkoj tu në karrel, edhe ti ikim në shpi. So the car key is inside? Yeah, but the car is locked. It's alright. But just try not to damage it. I don't damage anything, no worries. It's space between door and... Yeah, I know, I've seen YouTube, Sa hapëm. Po s'ka bateri me sa shof. Ta hapim kofën, ta lidhim se s'ka bateri. Kena karburant fare, po mirë duket, është të bo shumë zhurmë, ka marmitat Akrapovic komplet. Super bish. Tha shi që për e shof, kur e ne zerma gjurme se dia e shala ka dalë në kamër. Super gjurme, kaf shfare. Sa nga kova, i lidha këto strapsat e sigurova mirë që mos na bie. Jam lënë gjama tap se s'ka bateri, edhe mos paguj prap 150 pound për tap derën. Me zdor për pres ma e nes, dhe furnizoj rrugës se s'kishte benzin.
Adrenaliumi na ka bërë t'ju naft range-it edhe benzin Cadillacut. Deri tashi duket shumë i mirë me kaq pak. Dojlava është mirë, normal, po t'ja bëjmë targat edhe me radhë gjitha gjonat e tjera pastaj. Inshallah po na çon shtëpi edhe range, s'po na lën rrugë, dhe sot ka qenë mirë. Çovim tash si do na shkojë edhe karreli mirë, ishte akulli i ri është sot e kam ble. Hera parë që përdor, a lan qese është ja. Akoma se kam me i qeset. Ja parë që përdoret është ja qese atje. Shumë i mirë duket. Po ta provojmë, tikim mirë tash ta provojmë, ta furnizoj diku. Inshallah po ik pa abonaut në shtëpi edhe t'ju updatoj pastaj të video tjetër.